Vritet presidenti i klubit Qipriot, i biri përfshihet në aksident rrugës për ta dërguar në spital. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Limassol, ku biznesmeni Qipriot, njëkohësisht presidenti i ekipit të klubit Karmiotisa, Stavros Demostenos, 49 vjeç, është qelluar me armë zjarri pranë banesës dhe e ka ndruar jetë. Atentatorët duket se ishin në dieni të lëvizjeve të biznesmenit pasi kishin bërë pritje shtëpisë së tij. Sipas policisë qipriote, autorët e krimit ishin 2 persona dhe po udhëtonin me një furgon të vjedhur. Sapo Stavros doli nga dera e banesës, ata e qelluan, ndërkohë djali i biznesmenit e futi në makinë të atin dhe u përpoq ta dërgonte në spital. Megjithatë, gjatë rrugës, Stavros vdiq dhe makina ku po udhëtonte u përplas me automjete të tjera në autostradë. Autorët e vrasjes u larguan nga vendi i ngjarjes dhe disa kilometra më larg dogjën furgonin me cilin udhëtonin. Policia ka nisur kërkimet për të identifikuar autorët, ndërsa dyshohet të kenë qenë vrasës profesionist me pagesë, por shqyrtohet mundësia që vrasja të ketë lidhje me aktivitetin e basteve në ndeshjet e futbollit, pasi klubi i futbollit ka qenë në hetim disa herë për trukim ndeshjesh me transmetimin e dosjeve të kuqe nga UEFA.